profeti i shenjtë ka udhëzuar e porositur shpesh herë njerëzit e umetit të tij që ta donin Imam Aliun dhe u ka ndaluar urrejtjen ndaj tij. Për më tepër profeti i shenjtë konsideronte dashurinë për Imam Aliun si shenjë të besimit, ndërsa urrejtjen ndaj tij si shenjë të hipokrizisë. Lidhur me këtë pikë po citojmë më poshtë një nga traditat e profetit të shenjtë, vërtetësia së cilës dëshmohet nga 14 sahabë të tij. Ai që do Aliun më do mua, ai që më do mua do Allahun, e ai do bëj të futet në parajs kushdo që do Allahun. Ai që urren Aliun më urren mua, ai që më urren mua urren Allahun, e ai do bëj të flaket në skëter kushdo që urren Allahun. Ai që i bën keq Aliut më ka bërë keq mua, ai që më bën keq mua i ka bërë keq Allahut. Ata që dëmtojnë Zotin e lajmëtarin e tij kanë mallkimin e Zotit në këtë botë, e në tjetrën Zoti u ka bërë gati ndëshkimin dërmonjës, thuhet në Kur'an.